Përshëndetje, në këtë seri videosh do të jap hapat se si të bëjmë bukën me brumë të thartuar. Si fillim, duhet të dim se janë 3 aspekte që duhet i kuptojmë përpara se të nisim të bëjmë brumin dhe bukën me brumin e thartuar. Në fillim është brumi fillestar i thartuar, i cili do të shërbejë si fermentuesi i brumit të bukës. Aspekti i dytë është mirëmbajtja e këtij brumi, të cilin ju do ta përdorni nëse vendosni që të bëni bukën për vite me radhë, ju do ta ruani për vite me radhë. Ky proces quhet ushqimi i tharmit. Dhe aspekti i tretë është bërja e bukës, të cilin ju do ta bëni sipas dëshirës. Në serinë e videove unë do jap një video ku të mësoj se si bëhet brumi i thartuar ose tharmi, kur nuk keni asgjë tjetër përveç se ujin dhe mielin. Një video ku ju mund ta bëni, po themi, me pak ndihmë, duke përdorur disa agent fermentues që do ju ndihmojnë ta përshpejtoni disi procesin e krijimit të brumit fillestar, dhe në një video tjetër se si ta ruani dhe ta ushqeni këtë brum ditë për ditë, që gjithmonë të keni brumin e thartuar që do ta përdorni për bërjen e bukës.